Donaldi thyen heshtjen, thot se mundohet ta rifitoj Bora Zemani. Pas daljes nga Big Brother VIP, shumë shka është përfolur mbi emrin e Donald Veshaj. Ai ka qenë me i komentuari që vetë ka qëndruar i heshtur. Heshtjen ai e ka thyer sot disi përmes një postime në Instagram, ku çfarë ka lënë përshtypje është një fjali e reagimit. Nuk kam folur që nga mbarimi i Big Brother, sepse unë besoj që çdo gjë që kisha për të treguar e thash aty. Me të mirat e të keqijat e mia dhe jam i lumtur për eksperiencen, por i përnduar për humbjen time aty. Një humbje që po mundohem ta rifitoj, që prej momentin që dola, e këtu nuk po flas për çmimin e madh. Shprehet ai mes tjerash duke aluduar në Borën. Kam kërku falje aty ku duhet dhe ku meriton, dhe kam mbyllur portat që nuk duhet i kisha hapur kurrë. Mendimin e kohës dhe të diellit uroj që Bora shkrihet. E mbyll Donaldi me reagimin e tij. Reagimin e plot të tij ku mes tjerash bën thirrje që të respektohet jeta e tij private e gjeni të plot në vijim. Nëpërmjet postimit ai shpreh: "Unë nuk ju njoh shumë, por ju mund të themi me bindje që ju më keni njohur disi mua. Në muajt e kaluar, përpara syve tuaj, kam ndarë një pjesë të vetes time. E kam gëzuar, kam qarë, kam luajtur, kam fituar, e diku dhe kam gabuar. Nuk kam folur që nga mbarimi i Big Brother, sepse unë besoj që çdo gjë që kisha për të treguar e thash aty, me të mirat dhe të keqijat e mia, dhe jam i lumtur për eksperiencen, por i përnduar për humbjen time aty. Një humbje që po mundohem ta rifitoj që prej momentin që dola nga këtu, dhe nuk po flas për çmimin e madh. Big Brother ishte fan dhe unë mendoj që i mora, por dhe i dhash maksimumin tim. E ndërkohë që kamerat janë fikur, uroj të kuptoni e të respektoni që tani me kjo është jeta ime. Reale e si e tillë dua ta trajtoj. Kam kërkuar falje aty ku duhet dhe ku meriton, dhe kam mbyllur portat që nuk duhet i kisha hapur kurrë. Me ndihmën e kohës dhe të diellit, uroj që Bora të shkrihet. Deri atëherë, do bëj me të mirën që artin tim ta shpreh në format që unë di dhe dashamirësinë që kam marrë gjatë gjithë kësaj kohe ta kem mundësinë t'u kthej. Me respekte, Donaldi i përputhen. Pra ky ishte shkrimi të cilin Donaldi e postoi në rrjetin social Instagram, ku bindshëm dhe qartë shihet se ai aludon në Borën. Kjo fundit nuk e di si do reagoj pas këtij postimi. Ju falenderit për vëmendjen. Për më tepër jepni mendimet tuaja në koment.